I drejt, a ishte pasur, a ishte shumë i mirë, por pasuri e tij, e di çfarë, nuk ishte me lek, ai nuk ishte euro apo dollar, por ai kishte ai kishte 7.000 dele, 3.000 deve, 500 qe, 500 gomar, një shtëpi shumë e madh dhe 10 fëmijët. Kjo ishte pasuri e Jobit. Jobi 1 na thot që ky njeri ishte ndershëm dhe i drejt, kishte frikë nga Perëndia dhe i largohej së keqes. Në çdo mënyrë Jobi ishte i pasur, një njeri shumë i pasur. Pasuri toksore, pasuri familjare dhe pasuri shpirtërore. Në kohën e tij ai nuk kishte një frigorifer, por imagjinoni sa i plot do jetë. Domethënë nëse ai shkon në kuzhinë e tij, buk pa fund, ai kishte rrobat pa fund, mish pa fund, edhe një krevat shumë i madh me kondicioner, ha? Jobi ishte vërtet i pasur në çdo mënyrë, por ndodhi diçka shumë çuditshme. Ne mund të lexojmë për një bisedim midis Perëndis dhe Satanit. Edhe Satani akuzoi Perëndin që Jobi ishte vetëm drejt sepse ai ishte i pasur, ai kishte çdo gjë. Dhe Satani akuzoi që Jobi besonte dhe ecte me Perëndin vetëm sepse Perëndia e kishte bekuar Jobin me një jetë shumë rehatshëm e me bollek. Dhe Perëndia lejoi Satanin që të shkatronte gjithë pasurinë e tij. Të gjithë kafshët gordhen, gjithë fëmijët e tij u vranë dhe brenda një ditë Jobi humbi gjithçka përveç gruajas së tij. Dhe me këtë sprovë, Jobi mund të jetë çfarë? Mërzitur, i depresionuar, i hidhuruar dhe i zemëruar me Perëndin. Si mund të qëndrojë në besim një person që humb gjithçka? Dhe përgjigjja është vetëm mënyra që mund të qëndrosh në besim është në qoftë se besimi është gjithçka për ty. Jo pasuria, jo kafshët, jo lekët, jo makinë, jo shtëpi. Edhe ndoshta mbajmë javën e kaluar mësojmë për një burr të ri dhe të pasur. Ai vajti tek Jezusi për të bërë këtë pyetje. Mësuesi mirë, çfarë të mirë duhet të bëj që të kem jetë të përjetshme? Edhe Jezusi udhëroi këtë pyetje që të sheh gjithçka, jepu atë varfërve, eja dhe ndiq Krishtin. Edhe mbani mend çfarë ndodhi. Burri i pasur iku. E thot në vargu 22, por i riu kur dëgjoi këto fjalë, iku i trishtuar, sepse kishte pasuri të madhe. Nuk thot iku i lumtur, sepse kishte pasuri të madhe, por iku i trishtuar. Ne jetojmë në një botë që është fiksuar dhe përkufizuar për pasurinë, për para. Botë jona ka mësuar që ne na duhet më shumë se sa vetëm bukë dhe ujë, më shumë se sa miq dhe familje, dhe më shumë se sa Perëndi dhe fjalën e tij. Bota na ka mësuar në qofse nuk kemi rrobat më të mirë, nëse nuk kemi makinët të mirë, shtëpinë të mirë, që jetë është shumë vështirë. Por pasazhi që ne kemi sot është një paralajmërim. Kini kujdes për lakmin e paras, sepse vjen me një pasojë. Le të hapnim Biblat, gjejmë një Bibël, edhe jemi në Mateu 19. Mateu 19, vargjet 23 deri 26. 4 vargjet. Le të mbajmë atë sapo iku njeri i pasur, i trishtuar, i zgënjur, dhe Jezusi me trishtim dhe i zgënjur thot në Mateu 23, vargu 23, atëherë Jezusi u tha dishepujt e vet, në të vërtetë ju them, se një i pasur me vështirësi do të hyjë në mbretërinë e qiejve. Dhe po ju përsëris, është më lehtë të kaloj deveja nga vrima e gjepërës, sesa i pasuri të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Është një thënie çuditshme dhe shumë qartë, apo jo? Le të shikojmë, le të mësojmë për pikën e parë.
Kostoja e pasuris. Kostoja e pasuris. Kostoja e pasuris. Bravo. Tani jeni zgjuar. Jezusi përdonte këtë bisedim me njeriun e pasur dhe dështimin e tij për të mësuar dishepujt. Kush janë dishepujt e Jezusit? 12 ndjekësit e Jezusit, një grup me peshkatar, me takra mbretës, një zelot, edhe të gjithë kanë mësuar, por si një grup, ata të shtojnë bashk. Edhe kush është një nga dishepujt? Është Mateu në fakt. Mateu, ai ka shkruar dështimin e vetës. Dhe sa mirë për ne që ne mund të mësojmë nga dështimin e tyre. Edhe që mund të mësojmë nga mësuesi më i mirë i botës. Kështu Krishti u tha dishepujve, në të vërtet ju them. Kini vëmendje, dëgjoni me kujdes, kam një deklarat për ju, në të vërtet ju them. Edhe është e rëndësishëm se një i pasër me vështirësi do të hynë në mbretërinë e qiellëve. Një i pasër. Një që ka shumë. Një që ka me bollek. Frigoriferi është plot. Dolapka është plot. Me të ardhra të mira, i mirë me financë, me lek. Shumë lek. Dhe ata që kanë shumë, kanë të vështirë që të hynë në mbretërinë e qiellëve. Dhe dim, çdo person është lindër, dhe lindër jashtë mbretërisë e qiellëve. Dhe për të qenë brenda mbretërisë e qiellëve, atëherë çdo person duhet të hyjë. Mbretëria e qiellëve është një mbretëri shpirtërore, është një realitet që është tani dhe do të jetë përmbushur. Mbretëria e qiellëve është vend banimi i Perëndisë, është shpëtim nga mëkat, është shpëtim për parajs. Dhe nëse çdo person është jashtë, sepse janë mëkatar, pyetja është si mund të hyj? Edhe përgjigje thjesht, diç Jezusin. Diç Jezusin. Nëse do të hysh në mbretërinë e qiellit, diç mbretit e qiellit. Por naturalisht ne duhet të pyesim por çfarë është kuptimin diç? Atëherë ne dim, duhet të besosh. Po, besimi është si jemi shpëtuar. Por prap naturalisht na duhet të pyesim çfarë është kuptimi për besimin. Le të lexojmë çfarë tha Jezusi vet. Fjalët e Jezusi vet dhe si ai përkufizon djegësit e tij vërtet. Mateu 10:37 deri në 39 na thuhet, ai që e do të atin ose nënën më shumë se unë nuk është i denjë për mua. Ai që e do birin ose bien më shumë se unë nuk është i denjë për mua. Ai që nuk e merr kryqin e vet dhe nuk vjen pas meje nuk është i denjë për mua. Kush do të gjej jetën e vet do të humbas, por ai që do të humbas jetën e vet për hirin tim do të gjej përsëri. Wow. Kjo është ekstrem. Kjo është radikal. Kjo është shumë e madhe, por kjo është si mbretëri i qiellit na bën thirrje ta ndjekim ata. Të ndjekësh Jezusi është ekstrem. Të besosh në Jezusin është radikale. Dhe ti përgjigjesh thirrjes së tij është diçka shumë e madhe. Jezusi pyeti në Marku 8, vargu 36, çdo bi do të ketë njeriu të fitojë gjithë botën, nëse më pas do të humb shpirtin e vet. Ose çfarë mund të jap njeriu në shkëmbim të shpirtit të vet? Edhe përgjigje e drejtë është gjithçka. Të gjithë që kuptojnë që janë mëkatar, që mund të gjejnë shpëtim në Jezusi, duhet jenë gati për të dorëzuar çdo gjë për të dhe shpëtimin e tyre. Kemi mësuar që për fëmijët besimi është shumë e lehtë, apo jo? Fëmijët pranojnë Jezusi si Krisht, si Zot. Kemi parë që edhe të varfërit që janë vërtet në nevojë, ata gjejnë shpresë në Jezusin. Shpejt edhe shumë kollaj.
Jezusi duke parë që ky njeri I pasur e refuzonte ata, është duke shpallur që është vështirë për një njeri I pasur të hyjë në mbretërinë e qiellit. Tani, para se ne shikojmë pse është vështirë, le të pyesim sa vështirë është. Edhe Jezusi na përgjigj në vargu 24. Shikoni Mateu 19:24. Dhe po ju a përsëris, është më lehtë të kaloj deveja nga vrimë e gjepërës, se sa I pasurit të hyjë në mbretërinë e Perëndis. Domethënë, sa vështirë? Më vështirë se sa një deve të kaloj në vrimën e gjepërës. Dhe duhet të sigurohem që ne kuptojmë nga fillimi që nuk është e mundur për një deve të kaloj mes një vrimë gjepërë. Nuk është e mundur. Tani, një deve është një kafshë çuditshëm e madh. Në kombë Izraelin ishin shumë lloj kafshësh, por më e madhja ishte deve. Një deve sot është 2.3 metër lartë. Shumë lartë. Është 3.5 metër në gjatësi dhe mund të peshojë maksimum 600 kg. Është si një makinë. Janë shumë të madh. Edhe kafshë më e madh në Izrael ishte deve. Jezusi nuk tha një elefant ose një hipopotam, sepse s'kishin në Izrael, por devet janë kudo. Edhe në qoftë se sot kam një deve në skenë, jam I sigurt që çdo person mund të shikojë nga vendin, apo jo. Por nëse unë tregoj një vrimë në një gjepër, jam I sigurt që ju s'mund të shikoni. Është kaq I vogël. Kush mund të shikojë? Jezusi është duke thënë që është për një njeri I pasur të hyjë në mbretërinë e qiellit, është e pamundur. Është më lehtë për një deve të kalojë në vrimën e gjepërës. Edhe siç lexuam javën e kaluar, ne dimë për rreziku për pasuritë. 1 Timoteu 6:10 na thuhet se rënia e të gjitha të këqijeve është dashuria për para. Dhe disa duke e aspiruar u shmang nga besimin dhe të shpua veten e tyre me shumë sëmbime. Paraja vetë s'është mirë apo keq. Por dashuria për paran është rënia e të gjitha të këqijeve. Dashuria për para ka shkatëruar jetë. Disa shumë nga Bibël ishte Akani në Jozue 7, që për shkak të lakmis nuk u bin dhe voldi nga Perëndi argjend dhe ar, dhe ai dhe gjithë familjen e tij ishin ekzekutuar. Ishte mbreti Solomon në 1 Mbretërve 10 që për shkak të lakmis pak nga pak ktheu zemrën e tij nga Perëndia. Ishte mbreti Hezekia në 2 Mbretërve 20 që për shkak të krenërisë së tij për pasurinë u tregoi shërbëtorëve nga Babilonia gjithë pasurinë e tij. Dhe pastaj erdhi Babilonia ta sundoi. Ishte Anania dhe Safria në Veprat 5 që shitin gjithë pronët e tyre për kishën, por për shkak të lakmis mbajtën një pjesë të fitimit për vetë dhe për shkak të gënjeshtrës së tyre vdiqën para kishës. Edhe ishte Juda Iskariot në Mateu 24 që për shkak të lakmisë së tij tradhtoi birin e Perëndis për 30 monedha argjendi. Dashuria për para është rënia për të këqijet. Dhe Jezusi kuptoi shumë mirë që të pasurit për shkak të bollek të tyre janë të verbër për nevojën e tyre për një shpëtimtar. Tani mos harroni, me ka po flet Jezusi? Me dishepujt, dhe si gjithmonë dishepujt nuk kuptojnë. Dhe dishepujt janë mësuar që në fakt një njeri I pasur, njerëz të pasur janë të bekuar. Është vërtet, dishepujt menduan që prova që je I bekuar nga Perëndia ishte pasurie. Një person I pasur, me bollek, me një jetë të rehatshme, është një person I bekuar. Dhe judent, në fakt, keq kuptuan paran.
Judenët ishin mësuar që sa më shumë që njerëzit ofruan nga paratë e tyre, mund të kenë aq më shumë favor nga Perëndia. Ishin disa judenë në fakt që mësuan që shpëtimi mund të blihet. Dhe të pasurit kishin një mundësi të madhe për shpëtim. Pse? Sepse mund të blej kafshët më të madhe, dhe të bukura për flimet e tyre, mund të japin ofertat më të madhe në tempull. Të pasurit kishin një avantazh shumë të madh për shpëtimin se sa të varfrit. Judenët nuk ishin të drejtë. Por të paktën kupton që çdo dhurat, edhe parat, janë nga Perëndia vetë. Kështu kur dishepujt dëgjuan që Jezusi tha që është vështirë për një person të pasur të hynë në mbretërinë e qiellit, ishin konfuz. Sepse në qoftë se Perëndia po bekon pasurit për shkak se ai është i kënaqur, kush ka shans të jetë shpëtuar? Kush mund të jetë shpëtuar nëse të pasurit kanë vështirë? Të bekuarit kanë vështirë. Le të lexojmë çfarë thanë në vargun 25. Kur i dëgjuan këto fjalë, dishepujt e vet u habitën shumë dhe i thanë, atëherë kush do të shpëtojë valle? U habitën. Dhe menduan në qoftë se është vështirë për të pasurit të hynë, se sa një deve, atëherë ne jemi elefant. S'kemi shans. Nëse të bekuarit kanë vështirë, si do duket për të këqinjt dhe të mallkuarit? Kush mund të jetë shpëtuar? Edhe këtu kemi pikën e dytë, mundësia e të pamundurës. Mundësia e të pamundurës. Le të lexojmë vargu i fundit. Shikoni në Mateo 19:26. Dhe Jezusi, duke përqendruar shikimin mbi ata, tha, për njerëzit kjo është e pamundur, por për Perëndin çdo gjë është e mundur. Sa mrekullueshme është kjo fjalë. Jezusi me një shprehje, me një thënie, ai përmbus gjithçka që dishepujt mendojnë për pasurinë dhe shpëtimin. Le të ekzaminojmë pjesën e parë. Jezusi tha, për njerëzit kjo është e pamundur. Për njerëzit të hynë në mbretërinë e qiellit është e pamundur. Ne dimë se çdo njeri nuk është vetëm makatar, por është totalisht i prishur, i korruptuar në natyrën e tij makatare. Dhe vetëm të sigurojmë që ne kuptojmë këtë, le të lexojmë Romakëve 10, vargu 10 deri në 11. Më fal, Romakëve 3. Na thuhet që siç është shkruar, nuk ka asnjëri të drejtë, as edhe një. Nuk ka asnjëri që të kuptoj, nuk ka asnjëri që të kërkoj Perëndin, të gjithë kanë dalë nga udhëti, që të gjithë janë bërë të padobishëm. Nuk ka asnjë që të bëjë të mirën, as edhe një. Okej, le të bëjmë sa pyetje. Më përgjigj, po apo jo? A jemi makatar? A jemi njerëz të mirë? A kemi kërkuar Perëndin? Përgjigjesh, jo. Nuk kemi kërkuar Perëndin. Së pari, ne nuk mund të kërkojmë Perëndin vetë, përveç se nëse ai na kërkon ne. Ne nuk kemi aftësi për të kërkuar Perëndin, as shpëtim, as mbretëri i qiellit. Ne nuk mund të bëjmë këtë vetë. Sepse Romakëve 3 thot, nuk ka asnjëri të drejtë, as edhe një, nuk ka asnjëri që të kuptoj, nuk ka asnjëri që të kërkoj. Me njerëzit kjo është e pamundur. Dhe nëse ti ke kërkuar Perëndin, është vetëm për shkak se ai të ka kërkuar ty më parë. Bukur apo jo? Ishte një ungjilltar në shekullin 18 në Amerikë, quhet Charles Finney. Charles Finney ungjillizonte në çdo vend në Amerikë, por ai kishte një gabim në besimin dhe doktrinën e tij. Charles Finney besonte dhe mësonte që njerëzit ishin në përgjegjësi për të vendosur besimin e tyre në Jezusin. Dhe kjo është vërtet. Dhe ai mësonte që shpëtimi është rezultat e një veprim njerëzore.
Ai nuk besonte që njerëzit ishin totalisht të prishur dhe mëkatar. As nuk besoi që njerëzit ishin përcaktuar nga Perëndia. Ky fini e mohoi hapër paftësinë totale të mëkatarit dhe duke mësuar në vend të kësaj se njeriu ka aftësinë të konvertohet vetë. Ai tha, kur Perëndia na urdhëron të bëjmë diçka, kjo është prova më e lartë e mundshme që ne mund ta bëjmë. Ai nuk ka të drejtë të udhërojë nëse ne nuk kemi fuqinë për të bindur. Okej, kështu. Çfarë ndodhi? Takimit e tij ishin plot. Edhe ai vendosin gjithë përgjegjësinë për shpëtim mbi zgjedhje njerëzore. Dhe ai fillonte takimit e tij diçka, ndoshta keni parë më parë, një thirrje në altar, okay? Në fund të takimeve të tij, ai fton njerëzit për të bëjë një zgjidhje. Zgjidhni Krisht. Dhe nëse ata donin të ishin të shpëtuar, hajdeni përpara këtu. Edhe ai kishte një stol të gjatë kur njerëzit që ishin gati të pranuar Krishtin mund të rrinë. Domethënë, ai mësonte njerëzit që vetëm duhet të vini përpara. Vetëm duhet të luteni këtu. Vetëm duhet të ngrini dorën. Në fakt, unë isha rritur një kish ku pastori ndonjëherë udhëronte gjithë njerëzit të ulin kokën, mbyllin sytë dhe nëse do të jesh shpëtuar ngri dorën. Edhe unë ngrita dorën 8-10 herë, shumë herë. Por çfarë thot Perëndia është e kundërta? Sepse 1 Gjoni 4:19 na thuhet që ne e duam atë sepse ai na deshi i pari. Dhe nëse sot je i penduar për mëkatin, e sepse Perëndia të ka dhënë ty pendim. Siç është thënë në Veprat 4:31, Perëndia e lartësoi me të djatën e vet dhe e bëri princ dhe shpëtimtar për t'i dhënë Izraelit pendimin dhe faljen e mëkateve. Në qoftë se sot ke besim në Krishtin, e sepse Perëndia të ka dhënë ty besim dhe shpëtim. Siç është thënë në Efesianëve 2:8, ju në fakt jeni shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhuratë e Perëndisë. Ne pranojmë shumë shpejt që jemi mëkatar, apo jo? Mëkatarët që nuk kërkojmë Perëndin, por edhe ne pranojmë Krishtin si Zot, si shpëtimtari ynë, jo sepse kemi bërë një zgjedhje, jo sepse as një lutje, as sepse kemi ngritur dorën, por ne pranojmë Krishtin për shkak të hirit të Perëndisë. Romakëve 3:23, sepse të gjithë mëkatuan dhe u privon nga lavdinë e Perëndisë, por janë shfaqsuar falës me anë të hirit të tij nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus. Për njerëzit vetë, njerëzit pa Zotin, për njerëzit me gjithë fuqinë, gjithë bindjen, forcën e tyre, shpëtimi është i pamundur. S'mund të shpëtosh vetveten, por hiri i Perëndisë është më i madh. Për njerëzit kjo është e pamundur, por për Perëndia çdo gjë është e mundur. Jezusi është duke përgjigjur pyetjes së Abrahamit nga Zana Filat 18. Ai tha, a ka vallë diçka që është shumë e vështirë për Zotin? Çfarë është përgjigje? Çdo gjë është e mundur për Perëndin. Jobi përgjigj në Jobi 42 duke thënë, e pranoj që mund të bësh gjithçka dhe që asnjë nga planet e tua nuk do të pengohet. Jeremia u përgjigj në Jeremia 32, a Zot, Zot, ja ti e sajove qiellin dhe tokën me fuqinë tënde të madhe dhe me krahun tënd të shtrirë, nuk ka asgjë tepër të vështirë për ty. Me Perëndin çdo gjë është e mundur. Me Perëndin çdo gjë është e mundur. Edhe nëse ne po flasim për aftësinë e Perëndisë për të shpëtuar njerëzit të pamundur, njerëzit që janë si deve duke kaluar një vrim gjepërs, le të pyesim, a mund të shpëtojë njerëzit Perëndia që janë të pamundur?
A mund të shpëtoj Perëndi njerëzit më vështirë? Çfarë është përgjigje? A mund të shpëtoj Perëndia njerëzit të pabesueshëm më të ligë? Përgjigja është absolutisht po. Edhe ne që jemi besimtar sot, jemi prova për fuqinë e Perëndis. Ne besojmë. Jo për shkak se jemi të zgjuar ose më shpirtërore, por sepse Perëndia na ka dhënë besim nëpërmjet hirit të Tij. Edhe ide kryesore është kjo. Dashuria për pasurinë është një pengesë. Për njeriu mëkatar shpesh e pamundur për të gëzuar prej Tij. Por hiri i Perëndis është më i madh se sa pengesat më të mëdha. Ne si të krishterë jemi ungjilltar. Nëse je krishter, atëherë ti je një person që ka një mision për të treguar Krishtin tek të tjerët. Tani unë kam dëgjuar shumë herë që s'ka shans që ata mund të jetë një besimtar. Nuk ka shans që ai mund të pendohet, ose nuk ka shans që ajo mund të shpëtohet. Unë di që disa nga ju keni provuar për vite të tëra për të treguar ungjillin, për të drejtuar të tjerë tek Krishtin me pak sukses. Por le të sigurohemi që ne pranojmë burimin e shpëtimit. Vetëm nëpërmjet fuqisë të Perëndis ka mundësi që një mëkatar mund të jetë i shpëtuar. Kështu, suksesi me ungjillizimin nuk është matur në besnikërinë tek Krishti, nuk është se sa njerëz i besojnë në Krishtin për shkak të tyre. Por suksesi është e lidhur me besnikërinë tënde për të treguar. Dhe ky pasazh tregon që Perëndia vetë është burimi i shpëtimit. Kush është Perëndia? Perëndia që krijoi qiellin dhe tokën. Perëndia që përmbus gjithë botën. Perëndia që lëvizi detën. Perëndia që u ringjall prej së vdekuris. Perëndia që është suprem dhe mbi gjithçka, i rrethuar nga angjëjt që e lavdërojnë, dhe Perëndia që i bën demonët të dritën. Perëndia që mund të bëj çdo gjë. Është njëjti Perëndi që mund të shpëtoj absolutisht njerëzit më të këqij. Amen. Fuqia e Tij është treguar për ne nëpërmjet hirit të Tij të pamatshëm. Edhe hiri i Tij është mjaftueshëm. Është mjaftueshëm. Mos harro këtë. Kjo pasazh është gjithashtu një paralajmërim për çdo person. Tani më dëgjoj kish. A do të jeni konfuz? A do të humbasni shpresë? A do të jeni humbër? Do të jeni larg nga Perëndia? Atëherë ndiq pasurinë dhe gjithë kënaqësitë e përkohshme që kjo botë ofron. Apo do të kesh paqe? Do të kesh paqe. Do të kesh shpresë. Do të jesh i sigurt, i gjetër në duart e Perëndis. A do të jesh afër Perëndis? Atëherë ndiq Krishtin. Materialet e kësaj bote janë si ajo fare që është mbjellë në ferrat. Dhe ai që ka marrë fare midis ferrave është ai që dëgjon fjalën, por shqetësimet e kësaj bote dhe mashtrimet e pasurisë ja mbysnin fjalën dhe ajo bëhet e pafrytshme. Keni kujdes dhe i runi zemrat nga lakmia dhe nga dashuria për paran. Shpresa nuk është në lek. Shpresa nuk është në sukses. Shpresa nuk është në punë, shpresë nuk është në Tiranë, nuk është në Gjermani, nuk është në Amerikë. Nuk është në këtë botë. Mos harroni Jobin, një njeri i pastër që besonte në Zotin. Ai ishte drejt para Perëndis. Ai ishte deve që kaloi vrimin e gjepërës. Jo sepse ai ishte fuqishëm, i zgjuar ose i mençur, por Zoti është Zot që mund të bëjë të pamundurën. Jobi humbi gjithçka. Në një ditë iku gjithçka në jetën e tij, gjithë pasuri, gjithë
familje ti dhe a I tha, Zoti ka dhënë, Zoti ka marrë, qoft I bekuar emri I Zotit. Pse? Sepse pasurit e Jobit nuk ishin në këtë botë. Pasurit e Jobit nuk ishin në Paran. Pasurit e Jobit nuk ishin në familjen, por ai ishte pasur në besim. Ai ishte pasur në aftësinë e tij për të lavdëruar Zotin. Më dëgjoj edhe një herë. Jobi tha, Zoti ka dhënë, Zoti ka marrë, qofti bekuar emri I Zotit. Kjo është pasurie e vërtetë. Kjo është pasurie e përjetshme. Kjo është thesar në qiell. Është Krishti, shpëtimtari dhe Zoti. Ai është Zot tani, dhe Zot nesër për gjithmonë. Amen. Le të lutemi.